I vetëm element që mu nuk mja pas një kuptim është lëvizja vetëvendosje që me grupet që ka në Shqipëri. Ai grupi Shqipërisë ka sjell jo vetëm në Shqipëri probleme, po ai ka sjell probleme edhe në politikën në Kosovë, ku zoti Kurti një pjesë të tyre e ka edhe si këshilltar special të disa fushave politike që ata e këshillojnë zotin Kurti në Kosovë. Dhe njëkohësisht unë isha edhe mbrëm në protestë dhe isha disa ditë më herët në protestë dhe takova ca të rinj në protestë dhe i bëra një pyetje nga cili qytet vjen, thanë vim nga Prizreni, po kush u ka alokuar tha lëvizja vetëvendosje. Domethënë me një farë forme ka dorë lëvizja vetëvendosje me një sekond. Pra, po më thua që e ke vërtetuar vetë nëpërmjet daljes në terren si protestues? Direkt në protest me ca çuna tri aty dhe pyetja ime ka qenë nga cili qytet vin, nga Prizreni dhe realisht janë të organizuar nga grupacioni i Tiranës të vetëvendosjes në Kosovë. Domethënë me një farë forme Albin Kurti e ka të qartë sepse me një farë forme po lu një kartë politike që të ketë një shtrije politike në Shqipëri, po protesta që po mbahet në Tiranë me një farë forme ka marrë një epilog të quaj të lokalizuar lokal dhe gradualisht po vjen të USB imazhin për shkak se nuk kemi një protestë rigoroze, nuk kemi një protestë që bie një përfundim të quaj final për qeverinë shqiptare, andaj